Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi zhvilloi vizitën e tij të parë zyrtare në Austri, ku takua me presidentin e Parlamentit austriak. Ai vlerësoi mbështetjen historike që Austria i ka dhënë Shqipërisë nga dita e parë e pavarësisë deri tani në rrugën e procesit të integrimit. Gjithë historinë tonë Austria ka qenë në krahun e Shqipërisë. Interesat janë të përbashkëta, por për te interesave kemi dhe lidhje emocionale. Tu Ismail Qemali, themeluesi i shtetit shqiptar, ka marrë mbështetjen nga më të parat në hapat e para të shtetit shqiptar. Këtu është formuar një pjesë e mirë e elitës intelektuale shqiptare. Gjatë takimit u theksua roli i Austrisë në nismat si punishtja e demokracisë dhe në grupin e miqve të Ballkanit, si dhe rëndësia e projekteve në arsim, përfshirë bashkëpunimet universitare. Fushën e edukimit ku kemi disa iniciativa pionere, siç është Akademia Peter Maringer në Shkodër, por edhe iniciativa e fundit, Universiteti Boku i Vjenës në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës. Janë disa iniciativa të para, të cilat jam i bindur edhe pas kësaj vizite, do të shumë fishohen, do të shtohen, sepse ne shqiptarët duam të hyjmë me dinjitet në Europë. Kryetari i Kuvendit u shpreh se Shqipëria synon të jetë jo vetëm përfituese, por edhe kontribuese në standardet europiane.